Mirë, shikues të nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi sërish tek kriza politike në Kosovë, ashtu si e thash edhe në fillim, ku kryeministri Albin Kurti ka paralajmëruar se Kosova do detyrohet të mbajë zgjedhjet njëpasnjëshme parlamentare nëse partitë nuk do të arrijnë një pajtueshmëri për zgjedhjen e presidentit të vendit, ku kanë mbetur më pak se një javë nga mbarimi i afatit kushtetues për këtë çështje. Dhe në këtë pjesë të dytë kam të ftuar analistin Visar Dilit. Përshëndes, kënaqësi. Kënaqësia është ime, faleminderit për ftesën. Atëherë, Visar, se i përket kësaj krizës që tashmë është krijuar në Kosovë për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, ku edhe partitë opozitare nuk kanë pranuar kushtet e vendosura apo propozimet e vendosura nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, fillimisht çfarë po ndodh dhe sa i mundshëm është skenari i zgjedhjeve të përsëritura në Kosovë? Që nuk ndodh diçka e pazakontë dhe befasuese, ndoshta ndonjë lëvizje minutave të fundit nga zoti Kurti duke vendosur themi ndonjë kandidat konsensual që vjen nga shoqëria civile, po besoj që 80% janë gjasa që vendi të shkojë përsëri në zgjedhje, çka nuk është as pak e shëndetshme as për demokracinë, po as për ekonominë e Republikës së Kosovës, pasi që vitin e kaluar i kishim 3 palë zgjedhje të cilat i kaluam, 2 palë ishin zgjedhje qendrore dhe 1 palë ishin ato zgjedhjet lokale, shto dhe balotazhin këtu në disa komuna. Jemi duke tentu të kalojmë Bullgarinë sa i përket numrit zgjedhjeve brenda një afati të shkurt kohor. Bullgaria njihet që brenda 5 viteve kishte 8 palë zgjedhje, kurse ne nëse mbahen jemi bindur që pas këtyre zgjedhjeve të cilat do të mbahen do të kemi edhe një palë tjera, sepse nuk do të kemi konsensus politik, atëherë do të kemi 5 palë zgjedhje brenda një afati shumë të shkurt një vjeçar. Këto nuk janë as pak, kjo përgjithsisht nuk është as pak një situatë normale, kisha me thënë Griselda. Në një shtet normal, kjo situatë mund të quhet abnormale dhe përpjekjet duhet të jenë maksimale por ta tejkalu këtë situatë. Unë po uroj dhe po shpresoj që liderët politik t'i provojnë edhe këto zgjedhje, të tentojnë që ta zvogëlojnë numrin e përqindjes të lëvizjes vetëvendosje dhe Albin Kurtit dhe pastaj të tentojnë një farë forme të gjejnë një gjuhë të përbashkët dhe të formojnë institucionet e vendit. Vendi i jonë ka një qeveri legjitime e cila boron nga vota popullore me 51%, prandaj nuk është e udhës që edhe në këtë situatë vendi të shkojë në zgjedhje, sepse nuk kemi një dakordsi për një emër, themi për një president që i dim kompetencat e presidentit që janë në Republikën e Kosovës. Por Visar, pse është kaq e vështirë arritja e 80 deputetëve për zgjedhjen e presidentit dhe nga ana tjetër, a tregon kjo një krizë dështimi të sistemit politik apo nga ana tjetër kemi një mungesë vullneti nga partitë opozitare? Problemi qëndron tek deputetët e Republikës së Kosovës më shumë se sa tek liderët partijak. Ne në Republikën e Kosovës votojmë për zgjedhjen e parlamentit dhe as qeverisë, po as presidentit. Parlamenti është ai institucioni më i lartë shtetëror në Republikën e Kosovës. Parlamenti duhet të jetë konsistent në vendimet dhe veprimet e tyre dhe në farë forme të zgjedhin edhe presidentin e këtë stat përveç miratimit të ligjeve të tjera. Unë i shoh fajtor deputetët e Republikës së Kosovës të cilët në vend se të punojnë maksimalisht për të tejkalu këtë situatë, ata vazhdojnë të thellojnë krizën, e pam edhe para 2 ditëve tashmë deklaratën e deputetit Geci, që ishte një deklaratë skandaloze, por që nuk u përmbyll aty, ai vazhdoi edhe dje me gjuhë fyse dhe urrejtëse ndaj një deputeti tjetër grua. Duke por këtu kontribute të deputetëve në themi përshkallëzimin e situatës dhe polarizimin më të thellë të situatës, atëherë unë e kuptoj që për të qenë deputet në Republikën e Kosovës minimalisht dhe maksimalisht nuk të duhet formim intelektual për të befasu dikën themi nga qoftë kryetari i partisë, strukturat e tjera,
por duhet të jetë gara më e ashpër se kush është në servilëse tjetri, dhe cili nga ta mundet edhe një farforme në bazë të servilitetit të tyre të fitojnë ulsen e deputetit edhe pastaj të votohet vetëm atë e cila propozohet nga kryetari i partisë dhe strukturat e partisë. Prandaj këtu është problemi, thelbi i problemit qëndron tek 100 deputetët shqiptar të cilët janë në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Visar, nga ana tjetër, pse Lumir Abdigjiku dhe Bedri Hamza refuzuan ofertat e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti? Pra çfarë përmbajnë? Ato janë sipas mendimit tim dhe analizës time, refuzimet e tyre nuk kanë bëjnë as pak me ndonjë pikë konstruktive, ose mos e themi që nuk janë pranuar për shkak të dallimit ideologjik e partijak, ose mos bashkëpuni ose mos arritjes një konsensusi ose marrëveshje politike për një bashkëqeverisje. Këtu kundërshtime kanë ardhur kryekëput nga inati politik dhe tentimi të vendoset vetëvendosja si fajtoria bazë për blokadën e institucioneve ose për shkuarin në zgjedhje, atë të cilën lëvizja vetëvendosje bëri shumë mirë vitin e kaluar duke i vendosur partitë opozitare si fajtore kyçe. Partitë opozitare dëshirojnë ta bëjnë në raport me zotin Kurti. Mirë po, duke mos të qenë të gatshme të ofrojnë emra dhe duke mos qenë të gatshme të votojnë emrat e propozuar nga lëvizja vetëvendosje, unë kam ndronë që partitë opozitare mund të dalin edhe më keq se sa në zgjedhjet e kaluara. E qartë. Korab, nga ana tjetër, sa ndikojnë të gjitha këto kriza politike dhe sidomos kjo e fundit në ekonominë por dhe investimet në Kosovë? Shiko, në një shtet i cili brenda 12 muajve ose më shumë se 12 muajve nuk ka arritur të ketë institucione stabile, funksionim stabil, besoj që askush nuk është interesuar edhe të financoj. Në këtë rast edhe po flasim për fondet e BE-s, të cilat jo vetëm që do ta prekin Kosovën, por edhe gjithë Ballkanin, po me veçanti flas për Kosovën sepse unë po të isha pjesë e Bashkimit Evropian, nuk do ta kisha guximin të investoja në Republikën e Kosovës, sepse një politik kaq e brisht e cila është kaq e luhatshme dhe nga dita në ditë kemi mundësinë të shkohet në zgjedhje, nuk është që mund të përdoren këto fonde për diçka tjetër. Ato nëse nuk ka bëj 60 milion të cilat dëshironte të financonte BE-ja, do t'i garantonin Kosovës 6 palë zgjedhje, sepse tek ne një palë zgjedhje kushtojnë afër 10 milion. Prandaj përse duhet t'i japin ato 60 milion kur ne nuk jemi stabil dhe konsistent në qëndrimet dhe udhëheqjen e vendit. Kush është duke përfituar më shumë nga kjo krizë politike, Visar? Më së shumti janë duke përfituar armiqt e përbetuar të Republikës së Kosovës. Nuk besoj që partitë politike kanë përfitim afat gjatë, ato mund të kenë përfitim afat shkurtër, afat shkurtër duke i marrë një grusht vota më shumë se sa zgjedhjet e kaluara, mirë po populli i Republikës së Kosovës e ka dëshmuar që ne mund të durojmë për 10, mund të durojmë për 20, mund të durojmë edhe për 30 vite, por që në momentin e parë që vendosim të hakmerremi, politikanëve tanë i çojmë të shtëpia dhe nuk mendojmë fare. Kjo ndodhi në vitin 2021, kur pjesa dërmuese e qytetarëve të Republikës së Kosovës, pra mbi 50% në atë periudhë vendosën që partitë opozitare tashmë t'i çojnë në opozit dhe mos t'i lejojnë të jenë pjesë e pushtetit, sepse në syrin e tyre ato nuk kishin bërë aq mjaftueshëm sa duhej dhe mund të kishin hapësirë. Prandaj përfitimet afat shkurtra nuk do t'ju ngelin në fyt një ditë të gjithë këtyre politikanëve të cilët
e kanë fatin e mirë të jenë shërbëtorë të qytetarëve të tyre, sepse jo gjithkush ka mundësinë dhe fatin të jetë në pozitat të cilat janë ata, në vend se ti përdorin themi për mirë dhe tentojnë të shërbejnë ashtu si duhet për qytetarët e tyre, ata këto pozicione i kthejnë në lojra politike dhe qytetari i Republikës së Kosovës po flas sidomos për ne këtu, nuk harrojmë asnjëherë. Qartë. Visar, nga ana tjetër, në kohën kur Kosova është duke u përballur pra ashtu si thamë me një krizë të thellë të funksionimit institucional dhe me rrezikun real pra të shkuarjes në zgjedhje të parakohshme, ndërkohë Serbia nga ana tjetër po vazhdon fushatën e saj të intensifikuar lobuese ndërkombëtare duke e shfrytzuar disi këtë situatë për të goditur kredibilitetin dhe kapacitetin e shtetformimit të vetë Kosovës. Mendon se po e përdor Serbia të gjithë krizën në Kosovë si një armë diplomatike për të minuar shtetësinë e saj dhe nga ana tjetër sa e dëmton e gjithë kjo situatë kredibilitetin ndërkombëtar të Kosovës, sigurisht në sytë e partnerëve perëndimor. Po nis me këtë fundit, definitivisht kredibiliteti shtetëror normalisht nuk është i njëjtë kur ti ke 4-5 zgjedhje brenda një viti dhe nuk arrin të kesh një konsensus të brendshëm politik. Edhe shtetet ndërkombëtare do të thojnë se çfarë drejçin kanë këta, çfarë drejçin do të bëjmë me këta njerëz ne. Si duhet të merremi vesh me këta njerëz kur i përzinin durt politikanët ndërkombëtar, posaçërisht ambasadorët, ne i kritikonim pse po i përzin durt sepse ne tashmë jemi shtet sovran. Sot kur ata i kanë çu durt në një farë prej neve dhe nuk merren fare me këtë pjesë, ne kërkojmë ndihmën e tyre sepse vetë nuk jemi të gatshëm të zgjedhim këto ngërçe kaq të vogla politike. Prandaj Serbia si një dhënë përdinake politike e pret me padurim këto lëvizje të gabueshme të Republikës Kosovës, edhe në aspektin ushtarak të tentoj ta themi friksoj Republikën e Kosovës, po edhe në aspektin diplomatik të dalë e të kërkoj çnjohjen e Republikës Kosovës, sepse këta njerëz shumë qartë, këta njerëz nuk janë të gatshëm të bashkëbisedojnë mes veten e lere mo të ndihmojnë dikujt tjetër. Po fati unë i madh, kam thënë edhe një herë këtu tek ju, fati unë i madh është që ne kemi Amerikën si mburojë të jashtme, por edhe të brendshme, dhe në situata që themi kalojnë në të jashtëzakonshme në saj, besoj që patjetër do të kemi edhe ndërhyrjen e Amerikës dhe ajo patjetër që pastaj do të zgjedh komplet këto situata. Nga ana tjetër, falë edhe këtë pjesë, nuk kemi mas ne as të drejtën e as guximin të themi pse po na vinë kryeministrat, kryeparlamentar, president dhe ministrat në zarfa. Qartë. Visar, nga ana tjetër, e gjithë kjo situatë dhe kjo krizë politike tashmë në Kosovë, sa e rrezikon rrugën euroatlantike të Kosovës? Patjetër që ne do të ngecim, nuk do të jetë e njëjtë. Nuk është e njëjtë Republika e Kosovës me një shtet tjetër i cili vazhdon të përmbush kriteret. Duke mos pas qeveri stabile, ti nuk ke as mundësi të përmbushësh kriteret. Po flas tu për luftën kundër korrupsionit, nepotizmin, zhvillimin ekonomik, punësimin e tjerë, pra që janë kushtet bazë për themi mu antarësu në Bashkimin Evropian ose në edhe organizatat e tjera. Prandaj, çdo minutë i humbur me mos formimin e institucioneve është një periudhë e gjatë e humbur në raport me Bashkimin Evropian, sepse historikisht ne si shqiptarët nuk i kemi marrë gjërat asnjëherë fal. Na është dashur të derdhim shumë mund, sakrificë e gjak, ndoshta për të marrë një pjesë të vogël të asaj shumicës që na takon, duke marrë parasysh historinë dhe periudhat dhe situatën në të cilën ndodhemi, është vërtet e turpshme gjithë kjo që po ndodh në skenën politike kosovare. Qartë. Nga ana tjetër, Visar, e gjithë kjo kriza mund të krijojë një vakum ndoshta që do të dobësoj edhe pozicionin e Kosovës në dialogun që ka me Serbinë? Nuk besoj që mund të ndikojë drejt për drejt në dialog, sepse aty bëhet fjalë për dy shtete të cilat e njohin goxha mirë njëra tjetrën.
ky vakum politik mund të kadalsoj themi tema të tjera të cilat janë të rëndësishme të përfundojnë për shkak të dialogut, sepse përfundimi i dialogut me Serbinë do të thotë automatikisht edhe besoj një marrëveshje përmbyllse që ndoshta në aspektin diplomatik do t'i bënte shumë mirë Kosovës se sa Serbisë. Mirë po duke pa që nuk kemi themi institucione dhe njerëz kredibil t'i dërgojmë në delegacion ose në takime, ne vazhdojmë të qëndrojmë këtu brenda duke luftuar me shpatën me njëri tjetrin. Qartë. Mirë, Visar, ndërkaq për ta mbyllur, mendon se ka ende një hapësirë për një marrëveshje të shpejtë apo nga ana tjetër skenari i zgjedhjeve është i pashmangshëm le të themi dhe kush do të mbajë përgjegjësinë kryesore për gjithë këtë krizë që është shkaktuar? Shiko, unë e kam thënë dhe vazhdoj të qëndroj stoik asaj të atij mendimit tim që ne jemi në këtë situatë për shkak të zotit Kurti, Osmani dhe Abdigjiku. Ky trinomi Kurti, Osmani, Abdigjiku, duke dashur që ta dëmtojnë sa më shumë PDK-n dhe një farë forme aleancën për armërinë e Kosovës ta lënë jashtë parlamentit të Republikës Kosovës dhe të forcohen këto për shkak që LDK-ja i ka momentalisht vetëm 15 deputet dhe një pjesë e tyre janë kategorikisht kundër një votimi ose qëndrimi sallë për një president dhe duke mos arriti bind këta LDK-ja patjetër që duhet ta rres numrin e deputetëve të saj në parlamentin e Republikës Kosovës në mënyrë që nesër pas zgjedhjeve ky trinomi që përbëhet nga Kurti, Abdigjiku dhe Osmani t'i dajnë edhe pazaret e tyre, pra pozicionet e tyre dhe pazaret politike. Kjo do të thotë, sipas këndvështrimit tim, ne do të kemi një koalicion mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe LDK-s pas zgjedhjeve, ku zonja Osmani përsëri mund të ketë rolin e saj si të presidentes, zoti Kurti kryeministrin dhe zoti Abdigjiku ndoshta mund të jetë kryeparlamentar ose edhe ministër i jashtëm dhe zëvendës kryeministër. Pra, duke marrë parasysh ofertën të cilën zoti Kurti ja bëri në zotit Abdigjiku dhe ky i fundit e refuzoi dhe duke marrë parasysh disponimin qytetar momentalisht, unë e shoh që PDK-ja do të jetë jashtë lojës në këtë situatë dhe këto dy partitë të parafrohen në krye me këta trendivit dhe pastaj do t'i ndajnë pazaret e tyre politike. Dhe ne do të kemi pastaj ndoshta do zoti dhe institucionet për një periudhë 4 dhe 5 vjeçare ashtu siç e thotë edhe ligji. E qartë. Mirë, Visar, kemi arritur në fund, falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Kënaqësia është imja, faleminderit shumë. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni për ditën e sotme, bashkë jemi sërish nesër deri atëherë, mirupafshim.